Profecia e rreth 900 vjeçare që u kthye në dritë për shkak të vdekjes së Papa Franceskut. Që dje, një pjesë e madhe e planetit ka diskutuar për një profeci 900 vjeçare. Kjo është profecia e Shën Malakia Irlandezit, sipas së cilës Papa Francesku do të pasohet nga Pietri Romak deri në vitin 2027. Pikërisht atëherë profeti shet ditën e gjykimit, gjatë së cilës do të ndodhë ardhja e dytë dhe bota do të shkatërrohet në kaos. Profecia e Shën Malakis u shkrua në vitin 1139, kur si kryepeshkop Irlandës, ai kishte udhëtuar për në Rom. Aty ai shkroi një rrëfim për punët e tij dhe atje pa një vegim të çuditshëm kur i zbulohej emri çdo pape deri në fund të botës. Profecia, e cila u bë libri Profecia e Papëve, u fshe në Arkivin Sekret Vatikanit dhe u rishfaq në vitin 1590 nga Murgu Benediktin Arnold Wynne. Libri përmban një seri frazash të shkruara në gjuhën latine në 112 seksione misterioze, të cilat supozohet se parashikojnë papët katolik një për çdo emër, duke filluar nga Celestin II deri tek papa aktual. Megjithatë, janë dy faza të Shën Malakis që janë bërë në qendër në qendër të diskutimeve. Njëra ka të bëjë me mesin e historisë, nga e cila lind data e fundit dhe që i referohet ngjarjeve të ditëve të fundit. Në një pasazh ai referohet Papa Sixtus V, duke quajtur atë boshtin në mes të një pike, duke qenë se mandati Papa Sixtus filloi 442 vjet pas mbretërimit të Papës së parë, dhe pasazhi sugjeron se ai është në mesin e gjenealogjisë papale. Shumë sugjerojnë se fundi i botës do të vijë 442 vjet më vonë, në 2027. Në pasazhin e tij të fundit, libri thotë: në përpjekjen përfundimtare të kishës së shenjtë romake, do të mbretërojë Pietri Romaku, i cili do të ushqej kopen e tij përmes shumë fatkeqësive, pas së cilës qyteti i Shtatkodrave do të shkatërrohet dhe gjykatësi i tmerrshëm do të gjykojë njerëzit. Fundi, Roma përmendet si qyteti i Shtatkodrave dhe disa interpretojnë pasazhin e fundit që do të thotë se jo një Pjetër, por Shën Pietri do të zërë vendin e Papa Franceskut, duke bërë atë pap të fundit. Sipas disa të tjerëve, është domethënës fakti që 3 prej kandidatëve pasardhës të Papa Franceskut quhen Pjetër. Ekziston një interpretim tjetër, sipas së cilit Shën Malakia nuk ka shtuar një pap më shumë në numërimin e tyre deri më sot, 112 nga 268, një numër që ai çuditërisht bie brenda, por se Pietri do t'i parapri një tjetër, të cili ai e karakterizon si lavdia e ullinjve. Ekziston një tjetër interpretim, sipas së cilit Shën Malakia nuk ka shtuar një pap më shumë në numërimin e tyre deri më sot, 112 nga 268, një numër që ai çuditërisht bie brenda, por se Pietri do t'i parapri një tjetër, të cilin ai e karakterizon si lavdia e ullinjve. Këtu është konfuzioni tjetri, faza de labore solis, nga puna e diellit, që Shën Malakia shkruan për papën e mëparshëm, interpretohet se i referohet Papa Gjon Palit, dhe se de gloria olive, lavdia e pemëve të ullirit, është Francesku. Pra papa që do të zgjidhet tani do të jetë i fundit, pasi ai do të zërë vendin e Shën Pietrit pak para se bota të zhytet në kaos dhe në anarki dhe të çohet në shkatrim. Megjithatë, shumë ekspertë argumentojnë se profecia nuk ishte një profeci, por se ajo u shkrua nga Shën Malakia me shpresën për të marrë vetë pozicionin e lartë. Sipas disa të tjerëve, profecia është ose një falsifikim në tërësi, ose është falsifikuar nga një pikë tutje. Kjo për shkak se përshkrimet e papave janë shumë specifike deri në vitin 1590, shumë e përshtatshme, viti kur zbulua, dhe vetëm disa dekada pas pretendimeve të Nostradamusit, me të cilat përkon që andej e tutje, formimi bëhet shumë i qartë dhe i hapur për interpretim, gjë që ka çuar në spekulime për autorin aktual dhe vlefshmërinë e parashikimeve. Jo se ai nuk ra në shumë nga parashikimet e tij. Për shembull, Shën Malakia përshkruan Papa Gjonin e 8, 1316, 1334 si de sutore oseo, nga këpucari kockor.
Është rënqetëse që ai pap ishte djali një këpucari dhe mbiemri familjes së tij ishte Osa, që do të thotë kock. Në një shembull tjetër, Lilium et Rosa ishte fraza e përdorur për të përshkruar Papa Urban i 8, 1628-1644, stema e familjes së të cilit ishte mbushur me zambak dhe trëndafila. Faza pastoret nauta, që do të thotë bari dhe marinari, atribuohet Gjonit të 23. Ky pap vinte nga Venediku, historikisht një qytet marinarësh, dhe në ditën kur mori detyrën deklaroi se qëllimi i tij ishte të ishte një bari i mirë. Nga ana tjetër ka pasur edhe shumë raste dështimesh apo ku profecia ka shkuar gabim, të tilla si për shembull përshkrimet me frazat lule luleve, Pali i 6, nga një gjysmëhën Gjon Pali parë dhe nga puna e diellit Gjon Pali 2, nga të cilat nuk mund të rrjedhë asnjë lidhje e dukshme me persona real. Pra, a është e vërtet profecia e Shën Malakis apo është një tekst i falsifikuar që luan me skenar eskatologjik, për cilët Bibla thot se për atë ditë dhe orë askush nuk e di, as e ngjit në qiell, as biri, por vetëm Ati. Nëse Shën Malakia dinte diçka më shumë, do ta zbulojmë në vitin 2027.